Unë kam filluar drejtor I shërbimit gjeologjik dhe hidrokarburëve për prefekturën Berat, Fier, Vlorë dhe Gjirokastër dhe jam ngritur në varësi të shërbimit gjeologjik me ristrukturimin e ri që ju bë shërbimit gjeologjik shqiptar. Krahas qendrës shkencore AKBN-s u krijuan 3 institucione, shërbimi gjeologjik si qendër, AKBN-ja dhe qendra shkencore që janë në Tiranë. Në kuadrin e studimeve gjeologjike dhe punimeve gjeologjike që mbulojnë vendin tonë, ne si drejtori jemi krijuar mbi bazën e ish qendrës shkencore që ka qenë Instituti I Naftës. Instituti I Naftës u ristrukturua dhe e morëm si shërbimi gjeologjik shqiptar, ku ne si shërbim gjeologjik kemi departamentin e hidrokarbureve që mbulojmë hidrokarbureve dhe minerale. Në lidhje me hidrokarburet, duke parë zhvillimin e vendit tonë dhe duke parë që problemet e shpimeve kanë një kosto shumë të lartë, ne jemi në momentin që bëjmë digitalizimin e të gjitha dokumentacioneve që janë në arshivat e shërbimit gjeologjik dhe në Institutin e Naftës, për digitalizuar që t'i kemi në një program të saktuar për të gjitha studimet që mund të duhen për të gjitha qarqet, komunat, prefekturat dhe jemi si këshilltar të shtetit. Faktikisht ne si shërbim gjeologjik po bëjmë hartat të cilat janë të prapambetura sepse problemet e naftës nuk ishin të bënin me gjeologjin dhe ne si gjeologji po bëjmë harta 1.025.000 për problemet gjeologjike, gjeologo-inxhinerike, mjedisore,